sa i përket takimit të Eglit dhe Olsit, reagoi edhe Gjesti. Gjesti po i hape goja, po kruante fond. Pas Primit, ku ishin duke folur tek e tek me Eglin, ku po bënin edhe strategji loje, po foli Gjesti dhe tha që nuk u ndjeva mirë, tha, kur e takove ishin. Na doli në pah Gjesti xheloz. Jo, po qa ndjeve. Egli tha, u shpreh që unë nuk ndjeva asnjë gjë. E kisha përballë, vetmi gjë që unë ndjeva ishte emocion, sepse nuk e prisja, domethënë një lloj emocioni befasie, sepse nuk e prisja kurrë në botë që personi që unë do takoja të ishte Olsi. Mund të prisja çdo gjë, po atë nuk e prisja. Dhe me shumë të drejtë do thoja unë, sepse kur ke 2 vite e ca që je ndar, nuk e ke takuar kurrë, as për sqarim, as për gjë, dhe ty të del në Big Brother, besoj se gjë kush të shokohej. Por Gjesti u bë paksa xheloz për këtë, tha, jo po ti e ndjeve diçka ti kështu, dhe Egli po isin të be, ore nuk e ndjeva, unë se kam takuar kurrë atë. Egli si gjithmonë Egli, ai si jep llogari asnjëherë, Egli s'do be. Ja, përmendi Egli edhe hyrjen e xhenetës aty. Pa normal. Që edhe ti të hyrit. Tani unë nuk e di se si do të vijoj marrëdhënia mes kësaj dysheje. A do jenë një çift jashtë Big Brotherit apo jo? Ç'a mendon ti, Greta? Si ishte pyetja, fal? Mendon se jashtë Big Brotherit Egli dhe Gjesti do jenë një çift apo jo? Po. Se dëgjoj atë pjesën jashtë Big Brotherit. Them që po. Thua që po. Po, sepse po të vësh re, pavarësisht për ndjekjes së Eglit, se ndoshta kjo nuk është refuzuar ndonjëherë nga meshkujt edhe aty dhe ambienti i mbyllur etj. Realisht ajo është kujdesur shumë për Gjestin. Dhe nëse ata do rrinin bashkë, do ishte shumë i lumtur, ta kishte përkrahur një femër të tillë që e respekton edhe shkaq e fiksuar, se s'mund të them dashuri tani. Familjarët e vet, duke parë nga jashtë edhe Rozanën edhe Eglin e kanë falenduar gjithmonë për kujdesin që kanë treguar ndaj Gjestit, pavarësisht se si kanë marrë gjërat. Dhe duke reflektuar, duke parë opinionet e njerëzve etj, mendoj që po. Mbetet për të parë. Por mendon që Gjesti do bëj hap drejt Eglit. Se Egli ka shumë hapa ndaj Gjestit. Do të shohim edhe pas mbarimit të Big Brotherit, që mbaron së shpejti, do të shohim se si do qëndroj.